Fenomeni dhe fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti, u vore për energjinë e tij të pashteshme për sa kohë ishte brenda spektaklit, por edhe pas përfundimit, këngëtari Gjesti nuk përndan koncertet në Evropë, por jo vetëm. Së fundmi, ai ka qenë në një koncert në Zvicër ku performoi para mijëra dëgjuesve të muzikës së tij, por nuk ka munguar si gjithmonë një detaj që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tij. Gjatë interpretimit të një prej këngëve, disa fansa i dorëzojnë Gjestit një dhuratë për Eglin, ku shihet se e pranon me kënaqësi dhe nuk harron t'i falenderojë. Për Eglin, s'ka problem se ai jap punën asaj. Ishin fjalët e Gjestit, sapo ai tha këto fjalë turma shpërtheu në brohurima, si një farë konfirmimi se ata të dy janë përsëri bashkë. Po bëhet një kohë gjatë që po përfliten se mes tyre nuk ka më asgjë, por me sa duket me deklaratat e fundit të Gjestit, na ka lënë të kuptojmë se ata janë të dy bashkë dhe të lumtur. Për sa kohë lidhja e tyre është komplet larg syve të publikut. Nga ana tjetër, nga ana e Eglit nuk ka asnjë lloj reagimi, por na do të themi se në rrjetin e saj social Instagram ajo ka fshirë të gjitha fotot me Gjestin. Se çfarë po ndodh me ta, na mbetet vetëm të presim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.